Ylli derisa me dalë te kombëtarja konkretisht, e pam u fillu starti I ciklit me një humbje të pritshme nga Anglia dhe një fitore po ashtu të pritshme ndaj Andorrës. Qysh është pjesën tjetër të ndeshjeve? Kuptohet e kena ndeshjen kryesore me fqinjet tonë, me Serbinë, pastaj ndeshje tjera që janë pothuajse të kalueshme. A mendon që ka shpresë se Shqipëria më në fund me prej kampionatin botror? A është kriju momentumi? Ylli ndalën pak edhe te Kosova. Ka pas shumë polemika për këtë themi futbollista që kalojnë nga Kosova, Shqipëria e tjera. Ç'është sheh Kosovën dhe progresin e saj për këto 9 vite që mbushën tash nga UEFA FIFA të pranuar? Ylli po dalin pak te pjesa e ligave evropiane, konkretisht e Premier Liga, që për mua është favorite. Këtë na që të njohim, që tash edhe më herët e dim që I jep shumë emocion komentimit në Premier League. Zakonisht unë e di që ju figurat që jeni kryesisht në Shqipëri, keni më shumë simpati për pjesën e Italisë, konkretisht o ligën italiane. A ke pas gjithmonë simpati për Anglinë dhe Premier League-n? A ke ndonjë klub preferuar apo çysh është kjo emocioni sepse ne e ndjejmë emocionin që jep Premier League. Përshëndetje për gjithë shikuesit e transferimet. Sot jena në Tiranë, konkretisht te stadiumi Selman Stërmasi. Afër meje është një komentator, është një ikonë e zërit shqip, është dikush që gjithë futbolldarësit në Kosovë dhe Shqipëri domosdo ja njohin zërin, po jo të gjithë ja mojnë mend fytyrën. Afër meje është ikona e komentimit të kombëtarëve shqiptare, Premier League-s e shumë tjera. Ylli Aga, faleminderit për kohën. Shumë faleminderit ty. Fillimisht Ylli derisa me të pyet sepse që tash këtë njohim, sidomos zërin karizmatik, derisa me pyet fillimi I karrierës tonë në futboll, konkretisht komentim. A ke pas ndoshta pritshmëri që mbo futbollist në atë kohë? Direkt I pas pasion për komentim, a ç'ka nis kjo? Atëherë, besoj kjo është nga gjërat më të thjeshta që ti e konstaton, që ku je I vogël, ke pozicionin që ke në fushë në raport me shokët e fëmijërisë apo shokët e klasës dhe ti dallon që ti nuk je tek më të mirët. Megjithatë, kam mundur të luaj deri në kategorinë e 3 futbollit shqiptar, një sezon. Edhe ajo ishte vetëm për të hequr një merak që mund ta kam provuar pak edhe kupton që nuk e bën dot atë që Atëherë kjo pjesa e medias, pjesa e asaj që shikon edhe pjesa që I jap të bësh vet. Okej. Kurse pjesa e komentit pastaj besoj disa gjëra janë të destinuara dhe kam qenë nga ata të paktit që nga mosha 9 vjeçare I ruaj ato gazetat e kohës. Koleksionues. I koleksionoja, mbaj ato shënimet e mia, kisha qejf ti fiksoja gjëra, ti ndiqja javë pas jave, kampionatet shqiptar që ishte në atë kohë. E më pas gjëra që vijnë duke u pasuruar me ndjekje ndeshjesh, me shkuarje në stadium, me raportin që krijon me të gjithë ambientin, me zërat që dëgjon kur komenton edhe më pas një pjesëmarrje në një konkurs në Radio Televizion Shqiptar në 94-ën. Edhe një provë për komentim në një televizion tonin TV Shijak. Atë është fillimi dhe tani po bën 27 vite. 27 vite. Për informat edhe Ylli edhe unë kena qenë pjesë e një garës quizit, ku tregon që kena një ori temi jo ma të thella, por kena qenë shumë ma marakli, shumë ma të çmendur ndaj futbollit. Po fatkeqësisht stacioni si na bë kampion, po mbesim ikona të saj fushë. Është gjë e bukur, interesante për gjithë ata që se atë ndjekësit e futbollit janë në një masë të konsiderueshme, nuk është si në ndonjë fushë tjetër që ka specifikime të një grupimi të veçantë njerëzish. Kështu që sportin e ndjekin gjithë shumë masiv. Dhe është një kampionat I bukur edhe kjo që ne kemi hequr një merak të paktë. Po, sidomos pjesën e ekranit. Ylli derisa me dalë te kombëtarja konkretisht, e pam u fillu starti I ciklit me një humbje të pritshme nga Anglia dhe një fitore po ashtu të pritshme ndaj Andorrës. Ç'është sheh pjesën tjetër të ndeshjeve? Kuptohet e kena ndeshjen kryesore me fqinjet tonë, me Serbinë, pastaj ndeshje tjera që janë pothuajse të kalueshme. A mendon që ka shpresë se Shqipëria më në fund me prej kampionatin botror? A është kriju momentumi? Atëherë, në raport me kalendarin, në raport me skuadrat që kemi kundërshtar në këtë edicion, duket që në momentin e goglave është në një lloj pritshmërie, në një lloj parashikimi që do të kemi një finale me Serbinë. Për vendin e dytë. Për vendin e dytë. Praktikisht me Anglinë kemi të pamundur të konkurrojmë, me Letoninë dhe me Andorrën janë detyra shtëpie fitoret në raport edhe tonat edhe të Serbisë, kështu që ne do të ndajmë gjithçka në ndeshje direkte me Serbinë. Kam dhe një shpresë të vogël që ne ndeshjen e fundit kalendare kemi me Anglinë këtu, Anglia besoj të ketë zgjedhur gjërat dhe nëse do ngelim për ndonjë pikë
pse jo mund ta kemi një bonus më shumë. Megjithatë mendoj që edhe nëse Anglia lumë në formacionin e parë, Shqipëria në Albania, nëse nisim nga cikli kualifikues për kampionatin evropian, se ka psu asnjë gol, në më mend. Fitore me Moldavin, fitore me Polonin, Çekin, barazim me Ishi Faroe, asnjë gol pranum. A mendon që Air Albania, arena kombëtare, është bën një fortresë që Shqipëria nuk pëson humbje, po ndërta as gola, megjithëse kohës fundit pak. Dëshira jonë të gjithë është jo Anglin, po edhe Spanjën, edhe Italia. A ka mundësi të mundim, a ka mundësi të jemi superior ndaj tyre, por ka një futboll të luajtur në letër, ka një futboll favoritësh dhe jo, dhe ne me Anglin, më besoj për një kohë shumë gjatë, nuk do të jemi favorit. Por futbolli ta jep të mundësinë që ti në 90 minutash vetëm, një ditë jo të atyre, një ditë jo me angazhim maksimal, pse jo mund të tentojmë të marrim edhe maksimumin nëse gjërat do na duhen për një vend të dytë, që më pas pasohet dhe me atë, siç gjithë njerëzit e dinë, pjesën e play-offeve, një gjysmëfinale dhe një finale, ekipet e dyta të gjitha grupeve kualifikuese plus 4 më të mirat e Nations League. Është një rrugë e gjatë sepse në ndryshim nga Europiani ku janë 24 skuadra të kualifikuar, nga një grupim do të jemi vetëm 16. Kështu që po pse mos i luajmë shanset tona? Megjithëse tash edhe formati i zgjeruar i botrojit na jep një mundësi. Po derisa na jep një mundësi, por shikoni në raport si ka ndryshuar me kontinentet e tjera. Nëse Azia dhe Afrika kishin nga 5 skuadra, tani do kenë nga 10, dy fish. Kurse Europa ishte me 13, tani është me 16. Ndoshta Europa mund meriton diçka më shumë se janë është një farë barazie themi, sepse gjithmonë janë pa shtetet afrikane dhe asiatike, ndoshta pak më. Absolutisht, po nuk do të ishte kaq. Aty u rritet me 100% vlerë skuadrave, neve me një minimum. Besoj që Europa mund meriton diçka më shumë, por tani fatet janë vendosura, ne do të provojmë të luajmë gjitha tonat. Ku janë atë që tha Shqipëria se arrin kur nivelin e Anglisë, gjë që është kuptueshme me u pajtu, po e dim këtë që në 2004 Greqia imposhti, themi, i thej gjitha ato paragjykimet, gjitha ato pritshmëritë, u shpall kampion. Nuk e fitoi vetëm një ndeshje, unë më thon befasi, po e fitoi gjithë kampionatin. A mendon që ka ardhur koha që edhe një shtet tjetër i dorës dytë apo tretë themi, me fitu, mos thom një botror, po ndoshta një europian, a Shqipëria që mund të qenë një befasi? Tani jemi ke pjesa e ndeshjeve mund t'i konsiderojmë finale. Pra nëse Greqia e fillon Europianin 2004 me ndeshjen me Portugalin, Greqia është me mendimin që unë kam fituar Europianin tim, do të luaj një ndeshje pa një ngarkesë shumë të fortë emocionale dhe ja del, fitoi edhe me Greqinë, edhe më pas me Portugalin ndeshjen e parë, të eliminoi Francën, të eliminoi Republikën Çeke, të arrin mundësisht Portugalin. Dhe gjithmonë unë besoj pjesës që nuk ka patur asnjë ngarkesë psikologjike. Plus ai trajneri gjerman Otto Reagel ka qenë kampion me Kaiserslautern. Ka qenë vërtet i jashtëzakonshëm, edhe kush ka patur mundësi të ndjek edhe dokumentaret e kohës, ka patur një rol shumë të rëndësishëm. Kur vjen puna për një ndeshje finale mund ndodh gjithçka. Ne po themi në rrugtimin e një gare kualifikuese, si është e jona, që do të jetë pakte me 8 ndeshje, ti e ke shumë të vështirë apo me një koeficient shumë të lartë mundësinë për të arritur aty. Por pse jo Bleki? Pse jo? Po, unë më them se jo. Ato 10% që ne kemi mundësi nga të gjitha, ti luajmë. Me kon me fut për kushtim. Ju ndalën pak edhe te Kosova. Ka pas shumë polemika për këtë temi. Futbollista që kalojnë nga Kosova, Shqipëria e tjera. Ç'është sheh Kosovën dhe progresin e saj për këto 9 vite që mbushen tash nga UEFA FIFA të pranuar? Bleki, realisht e kam ndjekur me shumë emocion përfshirjen e Kosovës në organizmat ndërkombëtare ku veçanërisht pjesa e UEFA-s dhe FIFA-s ka qenë nga fitoret më të mëdha. Sepse po të lexoheshin ato rregulloret në mënyrën më të rregullt, ndoshta Kosova nuk do të ishte aty. Por fal një lobimi të bërë, fal një punë të jashtëzakonshme të presidentit Ndier Vokri dhe shumë faktorëve të tjerë, ne jemi dëshmitar që Kosova u përfshi aty dhe për mua ka qenë nga fitoret më të mëdha. Shumë dyer, shumë tavolina janë mbyllur Kosovës edhe gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që futbolli ka mundur të jap me ndeshjet e saj, me përballje me kundërshtarë që nuk e njohin Kosovën si shtet, me lojtarë që mundën luajnë edhe në vende që nuk e njohin prap Kosovën si shtet. Dhe besoj që ka qenë fitoria më e madhe në aspektin politik po doni, në aspektin e imazhit dhe në aspektin e asaj lirisë. Por këta njerëz që merren me këtë profesion, këta njerëz që duan të jenë të lirë, duan të zhvillojnë profesionin e tyre, kanë patur dhe ne jemi dëshmitar sa karriere janë zhvilluar gjatë kësaj periudhe, që janë një shembull jashtëzakonshëm
për mirat e fëmijëve që janë në Kosovë. Kur flasim për progresin në kuptimin e rezultateve, e kena pa që kohëve të fundit me Frankofotën ka pas progres më të mirë se kohëve të fundit. E kena një grup që unë e them jo aq i vështirë me Zvicër, Sloveni dhe Suedi, që është më e forta. A e sheh si të kalushëm këtë grup të Kosovës? Lena është Nations League që është temë tjetër për play-off, tash këto për kampionat botror. Realisht Kosovën e kam shijuar edhe në ndeshjet e saj të para. Pra edhe kur na ka mundur Kroacia dhe në kualifikuesit e pare për atë entuziazëm që sjell për lojtarët e shumë cilësor dhe për futbollin e saj të bukur mbi të gjitha sulmues, një skuadër që në çdo kohë ka patur lojtar goxha spikatër në atë repar. Ka vuajtur në fazën mbrojtëse, por ka bërë shumë mirë aty. Ka marrë rezultate, por kanë qenë rezultate sporadike, nuk ka mundur të kenë një lloj vazhdimësie. Unë besoj edhe për një mungesë eksperience, edhe për faktin që skuadra ka qenë gjatë gjithë kohës duke e eksploruar tregun e saj, duke provuar të sjellë prurje të reja me lojtarë që spikatin dikund tjetër, dhe besoj që me ardhin e Fodës janë bërë bashkë shumë element që ta shohim Kosovën kompetitive, fituese dhe një kundërshtar shumë vështirë për edhe emrat që i përmendët tani dhe që janë kualifikuese. Ylli, po dalim pak te pjesa e ligave evropiane, konkretisht e Premier Liga, që për mua është favorite. Këtë na që të njohim, që shtash edhe më herët, e dim që jep shumë emocion komentimit në Premier League. Zakonisht unë e di që ju figurat që jeni kryesisht në Shqipëri, keni më shumë simpati për pjesën e Italisë, konkretisht o ligën italiane. A ke pas gjithmonë simpati për Anglinë dhe Premier League-n? A ke ndonjë klub preferuar apo çysh është kjo emocioni, sepse ne e ndjejmë emocionin që jep Premier League? Atëherë, realisht ka qenë vërtet pjesa e ndikimit të futbollit italian. Emisionet që mundim shinim, edhe për rolin që kishte Italia atë kohë, mundësinë për të qenë il campionato più bello del mondo, yjet që luanin aty. Shumë shqiptarë që kanë shkuar atje. Absolutisht, po për mua, apo për brezin tim, ka qenë të famshëm Milani i holandezëve, Interi i Gjermanëve, Napoli i Maradonës. Dhe për gjithë kishte këtë ndarjen, këtë rivalitetin që e shinim si një kampionat me shumë vlera dhe absolutisht për të vlerësuar. Gjithë e donim si kampionat, por Anglia më kam patur fatin që nga 2004 në digital të komentoj Premier League-ën dhe aty të dalloj atë diferencët që u krijuan në atë moment, apo në atë periudhë, sepse Premier League nga 1992 që filloi ky format i ri, ka patur duke fituar terren vit pas viti me kampionatet e tjera europiane, investimet e rëndësishme, emrat e mëdhenj që vinë aty, trajnerët më të mirë të botës. Dhe ai ritmi i Premier League-s ka qenë ai ndikimi jashtëzakonshëm për bërë këtë thyrën e madhe që Serie A do të pres, sepse vëmendje dhe dashuri më të madhe ka Premier League. A keni klub preferuar në Premier League? Realisht është e vështirë për ta besuar, po unë qofse në Serie A kam qenë tifoz i Milanit, unë në Anglinë nuk e kam një klub që them ky është klubi im i zemrës. Mos je tifoz me Man United sikur Albani djalit? Jo, nuk jam, por realisht edhe kur luan Wolverhampton apo Brighton, emocionet janë të njëjta. Kam një simpati veçantë për ritmin, për fair play-n, për atë atmosferën që krijojnë dhe për atë brandin që e kanë për momentin pa konkurrueshëm. Ylli, dojna me dalë të disa sfida të futbollistave temi legjendar, elitar. Kokë më kokë, këtë e zgjellë ti. Është vështirë, po du më jap një përgjigje dhe një arsye pse. Shkojna nga 12 ndoshta. Pele Maradona. A ke mbri pak apo hiç? Jo, unë kam mbritur Maradonën. Kam mbritur Maradonën. Për mua, që ndoshta mund të jetë një përgjigje edhe për shumë nga sfidat e tjera, futbolli për mua ka ardhur në evolim. Kështu që në çdo kohë, për rivalitetin, për punët, për atë kujdesin deri në detajet më të timta që i bën lojtarëve të sotëm. Qofse në një kohë ishte ai futbolli gjysmë amator, tani po flasim për lojtarë të kuruar në detajet në pjesën shëndetësor, stërvitor, pjesën profesionale. Kështu që me këtë logjik do them Maradona. Maradona, okay. Përgjigje shumë më e specifike dhe më e bukur se gjitha tjera deri tash. Zidane, Ronaldinho, dy të revolucionar, dy të kohën e tyre. Atëherë ishte i bukur Ronaldinho, por në çdo rast do zgjidhja
Zidane, për atë Sidomos për kampionatet botërore. për atë një lloj ecurie disa vjeçare Po. dhe që e kulmoi me ndikimin e tij shumë të rëndësishëm në trofet më madhor që e Po, kanë. në vërtet. Shkojmë te mbrojtësat. Maldini, Beckenbauer. 12 minutë historisë padyshim, cili është i pari, pavarësisht nga opinioni. Pra për të njëjtën logjik jam për Paolo Maldini. Paolo Maldini. Besim te Italia. Francesco Totti, Alessandro Del Piero, dy dhjetëshat, ikonat e klubeve përkatëse, dytë kampion botës, po cili pak ma vendimtar apo ma i mirë në mësimin tonë. Nëse mund t'i quaj dy lojtar binjak, jam pikërisht të dy edhe për rolin edhe për kohën në cilin kanë luajtur, por për atë pjesën e flamurit që ka qenë unë zgjedh Totti. Totti. Buffon, Casillas. Fillim shef me listën e më të mirë padyshim. Pa dyshim Buffon. Besoj nëse ka këtu një gjë për të mos një peshore që janë ndukshëm nga Buffon. Kena Lampard, Gerrard në Angli. Është debati pandalshëm në Angli. Fusim edhe Scholes, nëse mendon që Scholes është në këtë debat apo Lampard, Gerrard? Do zgjedh Gerrard sepse ka patur fatin të bëjë rolin e lokomotivës, një skuadër në një periudhë që Liverpooli nuk i kishte as mbështetje financiare, as yjet që Lampard i kishte në periudhën e tij më të mirë tek Chelsea. Zgjedh Lampard. Zgjedh Lampard. Dhe më thonë, nëse s'ki Premier League, a mendon që duhesh koncentruosh shumë i madh? Gerrard nuk ka Premier League? Po pikërisht për këtë arsye, domethënë i ka shkuar shumë afër për fatin e keq për atë rrëshqitjen e famshme të atij. Dhe kishte edhe një teori këto tifozët ultras të Liverpoolit që t'i bëjmë një federim Steven Gerrard, tani me që është afër titullit dhe është lojtar që është pa kontratë. Aq sa i shkon në bukur. Aq sa i shkon në bukur kish më qenë pak edhe poshtuese. Edhe Gerrard nuk ta pranon. Okej, shkojmë te Xavi edhe Pirlo, dy maestrët e mesfushës. Çfarë lojtar është? Do zgjedh Pirlo. Pirlo. Po. Okej. Sepse është treguar i madh në disa klube që ka mundur të luajë. Vendimtar patjetër. Vendimtar, ndërkohë që Xavi ishte ajo zemra e gjithë lojës së Barcelonës, por që ka pasur edhe individ. Në një peshore timën sepse gjithmonë do keq unë zgjedh Pirlo. Edhe e fundit për lojtarët është Lionel Messi apo Cristiano Ronaldo. Të lutem. Tani këtu mund të bëjmë një emision vetë, ha? 90 minuta të tjera fillojmë të flasim për këta të dy. Cili ka një përgjigje të gjatë për këto, po do pejtej me një. Tani, bazuar në të gjitha vlerësimet, trofet, ndikimin, klasin, unë besoj që peshorja anon nga ana e Messit. Pra, një nga ato lojtarë që në një shumicë njerëzit thonë një lojtar se ky s'na kam parë syt. Po. Por fati i mirë joni është që për gati 2 dekada të lojtarët magjishëm, kanë qenë për mua më i miri i historisë së futbollit botror, e ka rivalizuar një si Cristiano Ronaldo. Dhe më pëlqen gjithmonë ta përdor si krahasim është ai dueli i Akilit dhe Hektorit. Po. Në këtë rast Messi është Akili, Cristiano Ronaldo është Hektori. Që sa do që mundohet. Dhe unë në qoftë se do zgjidhja, pra në qoftë se do bëja një formacion, do merrja Messin apo Ronaldo, unë personalisht do merrja Ronaldo. Pavarësisht se Messi është lojtari më i mirë, por për atë angazhim të jashtëzakonshëm që ja ka dalë të rivalizoj një lojtar me cilësi jashtëtoksore, besoj. Shumë vështirë. A mendon që nëse nuk e kishte fituar Leo Messi kampionatin botror me Argjentinën, a kishte më qenë prap debati i diskutueshëm apo s'ka rëndësi Kupa e Botës? Atë në logjikën time unë besoj që Messi ka qenë nga dita e parë e debutimit një lojtar që në fushën e lojës kishte diçka më shumë se të tjerët. Një lojtar që ti e prisën çdo sekond prisë do të bëjë diçka. Prisë do ta zgjidhë diçka. Ndërkohë që Ronaldo kërkonte me atë forcë, me atë grinten që se ka askush, ky kishte diçka magjike që nuk e kam parë asnjërit në gjithë historinë e futbollit. Ylli, përfundojna me ndërtu një futbollist ideal sipas Ylli Agës. Së pari, këmba e djathtë, kënë e zgjedh këmbën e djathtë një futbollist ideal. Ronaldo. Cristiano? Cristiano. Okej. Këmba e majtë? Messi. Okej. Fuqi. Lojtari fuqishëm. Lojtari fuqishëm. Të zgjedhim
Steven Gerrard, një lojtar që s'pushon. Okej. Një lojtar që s'pushon kurrë. Po, e vërtet. Shpejtësi. Kemi parë shumë lojtarë të shpejt, por që nuk e kam patur atë vazhdimsinë për disa edicione, Po, në cilat po, se ka qenë ndoshta për ty. Që nëse kishe pas mundësi me zgjedh për një rast të shpejt, këni kishe marrë. Domthon kam disa emra në mendje. Ronaldo fenomeni ka qenë një kohë më i shpejti për ata që kanë harruar. Thierry Henry mbase. Po edhe Thierry Henry mund të ishte një zgjedhje për ato metrat e fundit. Po, për ato kalimet në kundërshtarin, po mund të ishte diçka. Gola me kokë. Nëse pret një korner, e pret me shumë dashuri, me një gol. Kënë e sheh me hap gol me kokë, që mendon që është vendimtar. Do të zgjedhim një mbrojtës. Van Dijk. Mendova që po thuhet Sergio Ramos, ka hap shumë gola. Ka shënuar, por dhe Van Dijk e fat. Van Dijk e simpatizoj shumë. Dhe nëse do bëjë zgjedhje është absolutisht nga mbrojtësit më. Po. Edhe për fund futbollisti më shumë temi karakter, leadership. Paolo Maldini. Kjo ke është shumë e qelluar. Lojtar që edhe ende sot kujtohet për atë që ishte në fushë, për atë që ishte në dhomët e zhveshjes, për atë që ishte në tribuna, për atë që ishte në raport me njerëzit. Do që kalon trashëgimi të gjithë ata që e kanë njohur futbollist. Kjo është intervista me Ylli Agën, po ashtu edhe pyetjet për futbollista, lojtar ideal, gjitha këto. Ylli, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit.